Të dashur tetovar, me krenari dhe përgjegjësi të plot, para jush sot prezantojmë listën e kandidatëve për këshilltar komunal të zgjedhjeve lokale 2025. Të udhëhequr nga dashuria për qytetin tonë, nga dëshira për të kontribuar në zhvillimin e Tetovës, nga shpresa për një të ardhmen më të mirë, kemi vendosur që të marrim pjesë në këto zgjedhje. Përpara jush dalim me listë për këshilltar komunal, njerëz të vullnetit të mirë, nga sfera të ndryshme shoqërore dhe profesionale, me përvoja të ndryshme jetësore, por me një qëllim të përbashkët. Ta ndërtojmë Tetovën në një qytet ku secili prej nesh mund të jetojë me dinjitet. Ndërtimet pa leje, korrupsioni masiv, uzurpimi i hapësirave publike dhe të gjelbra, partizimi i institucione e në veçanti i shkollave, na ka detyruar të marrim këtë hap. Pas më shumë dekadave keq menaxhim nga partitë politike, Tetova ka nevojë për zëra të pavarur në Këshillin Komunal. Zëri i qytetarëve që nuk do të bëhet pjesë e pazareve partijake dhe e don qytetin pa interes. Duke u bazuar në parimet e qeverisjes së mirë, si transparenca, llogaridhënia dhe përgjegjësia, synojmë të ofrojmë zgjedhje konkrete për problemet e përditshme të tetovarëve dhe të përmirësojmë cilësinë e jetës së tyre. Mbi të gjitha, ne duam të japim fuqinë qytetarëve për pjesëmarrje të drejtë për drejtë në vendime që do të ndikojnë në jetën e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Ndërkohë, do t'i lexoj emrat e kandidatëve të listës siç janë në vijim. Bartësi i listës, Agron Arifi, dentist kirurg oral. Elmedina Abdullahi, etnologe. Agon Mehmeti, hulumtues në shkencat kompjuterike. Melita Maksuti, arkitekte. Vullnet Neziri, muzicient. Varisa Ziri, elektroinxhinier. Zulkani Yusufi, afarist. Gadni Mehmeti, dizajner grafik. Vjolca Maksuti dhe Aysun Qazimi, studente. Taulan Salihi, dizajner grafik dhe ligjerues universitar, Hana Musai, ekonomiste, Shqipron Osmani, menaxher marketingu, Ahmet Abdullahi, programer, Nuran Mehmeti, mësuese, Nora Sulejmani, politologe, Orhan Hajdari, arkitekt, Njomza Mehmeti, studente, Erkan Zekiri, inxhinier i IT-s, Diana Zekiri, roba qepse, Edon Hajruli, inxhinier i elektroteknikës dhe telekomunikacionit, Mentar Mahmuti, hulumtues i inteligjencës artificiale, Kosovare Sahaçia Emini, inxhiniere e sigurimit të cilësisë, Ramie Zulbeari, agent e sigurimesh, Nader Murseli, alpinist dhe guid profesionale, Amra Osmani, nxënëse, Arnor Tefiki, programer, Nezafet Idrizi, teknologe, Agon Idrizi, inxhinier i IT-s, Taibe Kasa, biologe dhe kimiste dhe Mislim Hasipi, mësues.